Puti ka thënë doktori i vogël dhe jo domosdoshmërisht nga Partia Demokratike. Si doktor është i madh, ti e kishe politikisht. Patjetër, pano i plotëson, pra janë duke bërë të gjithë të loj kungulleshkash si ajo Rusja e famshme, vetëm e vetëm që kur dal një emër, doktori të jetë me duar larg, të perceptohet si i tillë, dhe tek rezultati të heqi duar të thot primaret tha dje, negociatat thot sot, dhe kaq është historia. Domethënë, është shumë e thjeshtë. Unë nuk e di pse shkojnë. Doktor, bëjnë xhiro në rrogën e kot. Ka të vërtetë, ka dhe provokim në atë që thotë Gerti, por është e vërtetë që ju keni refuzuar të jeni ju kandidat? Jo se kam refuzuar, po karakteristikat e mia janë për tjetër llogare. Pra, unë kam bërë mandat më të plot me politikë. Absolutisht. Në grup, me program, për diçka që mund të zhvillosh realisht, kurse për ta kthyer legitimitet, kthejmë shumë kollaj nga këshilli neve. Se këshilli në fakt fund fare ditës man frenat e kryetarit të bashkisë, nëse dëshiron. E kupton se pastaj lan këtë pa fre, nuk krijon komisione kontrolli, nuk bën asgjë që i kërkonte ligji të bënte këshilli bashkiak, është çështje tjetër. Po për ta kthyer legitimitet, ta kthen këshilli pas lloj problemi, unë aty jam kryetari i PD-s në këshillin bashkiak jam. Çështja është që këto ndakordsi me Erion Velien vjedhin bashk. Dhe vazhdojnë, sepse ju them një element kyç. Kush këta? Këshilli bashkiak. Edi Rama patjetër jepte urdhë këta ndakordsi, se kështu ishte. Ai kishin dy fraksione, një fraksion i Edi Rama, një fraksion i Erion Veliait ishte Këshilli bashkiak. Ju e dini këtë, nuk po themi ndonjë gjë të çuditshme. Dhe një nga detyrimet që ka Këshilli bashkiak është krijoj Komisionin e Kontrollit Brendshëm Financiar të Bashkisë përkatëse. 2 vjet e gjys ka ky Këshilli bashkiak, fillimisht Romina Kuko në drejtim, më pas Megi Fino në drejtim, asnjëra nga të dy as se ka çuar rendite për ta diskutuar, jo për ta kriju. Se s'po themi që po punon keq ose s'po i shef. Ore, s'është fare. Si puna inceneratorit. Nuk është fare, nuk është kriju hiç. Dakor? Dhe kjo është bërë sepse Këshilli bashkiak e vendosën në funksion të vjedhjes. Dhe nga ato ngrejnë kartonat, se ato miratojnë buxhetin, ato miratojnë planet, ato miratojnë strategjitë, ato miratojnë gjitha. Fund fare Erion Velia ja çon Këshillit. Ju vetë keni patur presion nga partia juaj që të futeni në këtë garë? Presion, në kuptimin pozitiv fjalës presion, pra keni patur kërkesë, do të thonë. Po patjetër. Pra ju është bërë kërkesë timi nga kryetari Berisha që ju të kandidoni. Dhe unë vazhdoj jam me një parim. Pra ju është bërë kërkesë nga zoti Berisha për të kandiduar. Po nuk ka ndonjë nuk ka ndonjë sekret këtu. Unë me kryetarin tim të partisë flas në mënyrë të vazhdueshme. E thon nga ju, se e thon nga ne ngelet. Ndoshta se pas keni dëgjuar, po nuk e kam thënë në studio tjera, nuk ka ndonjë sekret kjo pjesë, se ne komunikojmë në mënyrë të vazhdueshme. Por pjesa ku unë përkoj është komplet kërkon karakteristika tjera. Dhe unë jam shumë i qartë mbi çështjet që duhen përmirësu përpara një gare, dhe në këtë moment mund të jap një punë shumë më të mirë dhe mund të jap një kontribut shumë më të mirë duke plotësu ato hapësira boshe që na mund... Jo, këtë po. Po ne po flasim nga ana partijake, apo jo? Po flasim nga ana organizimit të partisë. Pra, jo si negociator. Jo, se kisha fjalën. Kisha fjalën për afat gjallë, se negociator fundi fare, edhe 5 ditë, një javë, 10 ditë jam me mik, mbaron kjo çështje. Por neve kemi, unë ja thash, unë shoh 2029-ën. Por shku ke 2029, unë duhet kaloj ke 2027, një 2027 suksesshme. Por shku ke 2027, nevojitet që partia të jetë komplet në marshe tjera. Që tjetë komplet marshe tjera kërkon njerëz të rinj dhe frymë të re dhe ide të reja, apo jo? Pra, unë jam komplet në një mision dhe një vizion tjetër. Unë jam komplet në një mision dhe një vizion tjetër me një projekt të paraqitur, se unë diskutoj projektin me kryetarin e partisë time. Dakor? Pastaj i pëlqen, si pëlqen, shkon kjo me politikë, bon ai ponderimin e vet dhe merr vendimet e veta. Pra po thua, nuk jemi gati të fitojmë tani. Nuk është gati partia Iliri si punëtor i kësaj pune punon në fushat ku mund t'japi kontributin e vet maksimal. Dhe në vetë, kjo tashti është fushë ngushtë ku neve po flasim. Ti po penalizon Partinë Demokratike, doktor? Unë po penalizoj Partinë. Kandidatin më të mirë që ka Partia Demokratike, që jeni ju, ti po e lën balë. Apo ndoshta po hakmerret më. Sepse e ka lënë 2 herë në balë Partia Demokratike. Po pra tani... Mirë, kështu e mendon. Së është thot Brisi. Po më falë, te primarët ja bën goli. 1-0 për doktorin. Te listat e lanë listat hapura 2-0 për doktorin, tani 2-1 për doktorin. është shumë interesante se vite më parë, ne po kemi qenë studio tjera, dhe kur unë do hysha, prap isha dëm i Partisë Demokratike, se do hysha
kandidat, po si ma zotit Muqa. Jo, je i pa sinqert tani. Mos u bëj si doktori i vjetër. Po kështu e mbaj mendun. Mund të themu që kështu e mbaj mendun? Unë kështu e komentoj unë. E mban mend Po gabim. mirë, unë kështu e komentoj. Vetëm ajo që thotë Flogerti ka vetëm një të vërtet të vogël. Djes që ta plotsojmë. Partia Demokratike ka nevojë për shumë më tepër se sa një kur afat shkurtër. Ka nevojë për diçka që të zgjidhë problemin në afat gjatë. Dakor? Se duket sikur t'i vëmë tash kësaj t'i vëmë një leukoplasnë tashti, jo, ka nevojë për operacion. Ka nevojë për ndërhyrje afat gjatë. Ndoshta Flogerti se kupton, sepse shet edhe pjesën e lëkurës. Unë shoh pjesën organike. Jo, e ka gabim. Po i ktheni një kusur. E ka gabim, se gjëja më e kollajshme me kthy kusurin, gjëja më e kollajshme me kthy kusurin, është si ca tjerë që kanë shkuar dhe kanë bashkëpunuar me kundërshtarin. Kjo është kthesh kusurin. Është me pas. Po kjo pra është. Jo, s'është kusur. Kështu që është krejtësisht gabim, unë do i hem aty dhe absolutisht do jap kontributin tim, po e kam kuptuar shumë qartë se ku është nevoja dhe çfarë mund t'jap unë. Se dhe të marrësh përsipër gjëra që nuk i bën dot, që janë jashtë kapacitetit tatë, apo të marrësh përsipër gjëra nën kapacitetin tatë, nuk do japësh dot maksimalin tatë. Unë e di fare mirë, sot, ndryshe ndoshta 3 vjet përpara, hartën e situatës dhe hartën e problematikës. Dhe kam shumë qartë ku duhet ndërhyjë. Okej, atëherë pra ju po e pranoni, më fal ndjes Brisida. Pra ju po e pranoni që pavarësisht se socialistët po kalben në pushtet, pavarësisht se kryetari i Bashkisë Tiranës ishte dhe figura më prominente. Kemi ne problematikat tona, po patjetër. Është sot prej 10 muajsh në qeli. Ju prap nuk i fitoni do të zgjedhin Tiranë? Unë po kush tha këtë? Se më duk sikur të donit tonë. Jo, absolutisht. Sot që unë jam më afër gjësh, e di dhe se çfarë mund bëj dhe çfarë nuk bëj dot. Unë mund gjej juve 1000 argumente pse Bashkia e Tiranës prap fitohet. Po pse vetëm 1 lirë ka Tirana? Po pse vetëm 1 lirë ka Partia Demokratike? Jo, po Tirana kërkon një emër. Kan, pa absolutisht. Dhe sa më shpejt madje ta kishte edhe i vit përpara. Tirana kërkon një emër. Sa më shpejt e hoqëm ne këtë. Tu jemi dakord. Është e dëmshme ti është emër i mirë se mund digjesh. Këtu jemi shumë dakord ne. Absolutisht. Madje duhet kishte qenë edhe përpara. Mendoj se e zaurum këtë pjesën. Por që ka emra, që ka njerëz pa përlym, që ka njerëz nder me personalitet, që janë figura, se jo garantoj nga krau tjetër, figura tjetër është komplet e ditur se ku është. Se është në SPAK që tashti. Akoma s'ka hyrë në bashki. Mirë tani, mos ta shtyllën sikën më thellë, po ju e thoni zonja e Covidit. Jo, figura jote u rrit gjatë Covidit. Ti do i rri e fiks konkurrencës. Unë ditë them që Partia Socialiste, e cila tha, kujtoj Edi Rama, na undes tash i debatës, kujtoj që Edi Rama tha një 2 kritere për të qenë ministër, një nga kriteret ishte mos ketë çështje me SPAK.